Na kërkosimi që jena vendi Shqiponjave, bile edhe emnin e kena të tillë që lidhet me ta pra shqiptar. Mirë po, tek na nuk mbizotrojnë Shqiponjat, tek na mbizotrojnë gjarpinjt. Pse? Sepse gjarpinjt janë ushqimi i preferuar i Shqiponjave. Pra, Shqiponja shkon prej qiellit, që ashtu mbretëru qielli, edhe shkon shtytet e kap gjarpin edhe e rahaton. Mirë po, ne kemi vendosur me i rahatu Shqiponjat. Nuk i kena lënë qiell, po kena vendosur me i rahatu, me i balsamos nëpër objektet tona, me maj përhishëm, sepse nuk na intereson Shqiponja e gjallë. Duhena me pas të balsamosën. Kjo ka prodhu rritje enorme të gjarpinjve nëpër fusha tona, nëpër male, nëpër kreshta. Në vend që të fluturoj e lirë krishtave tona, se fluturoj e lirë fushave, maleve tona, Shqiponja fluturon, nuk fluturon, po gjarpron aty gjarpinjt me shumicë. Tash kena me tu i qit, nuk përqesim rrjetet sociale Shqiponjat, po përqesim gjarpinjt. Kfilleni amoni kuft, kfilleni sepse shumë ma mirë është mi pas Shqiponjat me i mbizotru qejtë, se nëse ato nuk i mbizotruajnë qejtë, gjarpinjt i mbizotrojnë fushat.